Diku në Myzeqe, në fillim të viteve 60, një vajzë e vogël jetonte ditët e fëmijërisë në një kasolle internimi. Vendi quhej Ferma Çlirimi Fier, një emër kontradiktor përballë fatit të njerëzve të internuar që mbaheshin aty në kushte burgimi dhe lirie të mohuar. Vajza e vogël quhej Nesrete Bushati, me një histori familjare në Shkodër, po ashtu me burgime të babait, xhaxhait dhe internim të tyre më vonë në një zonë të izoluar të Shkodrës. Nesi, siç e thërrisnin të afërmit, ishte larguar nga familja e saj në internim që në moshën 3 vjeç, duke ndjekur gjyshen e saj, Hatixha Kazazin, kishte përfunduar në këtë fshat internimi në Fier ku mbahej i izoluar daja i saj, Osman Kazazi. Fati i saj dhe i gjithë familjes për afro 4 dekada do të lidhej ngushtë me fatin e dajës së saj Osmanit, pranë të cilit do të kalonte vitet e fëmijërisë së hershme. Do të kalonte vitet e ankthit kur atë do ta riarrestonin për së dyti, pak vite më vonë pas internimit. Do të përjetonte po ashtu udhëtimet drejt burgut për ta parë për vite me radhë, pastaj heshtjen dhe ndarjen prej tij që ja impononte diktatura dhe në fund një ribashkim në rrethana të çuditshme pas një keqkuptimi të gjatë shumë vjeçar. Kujtimet e para unë i kam rreth moshës 4-5 vjeç, që aty fillon. Sepse më herë është më e vështirë t'i mbash mend. Kur unë kam qenë 3 vjeç, daja mbaroi dënimin e parë dhe u internua fillimisht në fermë të çlirimit të Fierit dhe pastaj në Shtryllas, pjesën më të madhe të internimit. Në kohën që daja është internuar, familjarët duke filluar gjyshja pothuajse rinte tërë kohës aty, ndërsa motrat e Osmanit e bënin me radhë. Në fermë çlirim unë kam jetuar gati 1 vit, sepse daja donte që unë të isha aty vazhdimisht. Nesi kujton se për herë të parë mamaja e saj mbërriti në atë kamp internimi për të vizituar Osmanin bashkë me vëllain e saj të porsalindur. Për herë të parë erdhi me vëllain tim të vogël, sepse një vëlla lindi në 59-ën, pra në kohën që daja u internua, lindi një vëlla. Dhe mama ka ardhur pak më vonë për ta takuar, meqense ishte i vogël vëllai im dhe bile tim vëllat i kanë vënë emrin Shpëtim. Pikërisht për këto moment duke menduar që me që Osmani doli nga burgu dhe u internua dhe ky do ishte fundi i burgosjes Osmanit, edhe e menduan si një shpëtim dhe i vunë edhe emrin vllait Shpëtim. Nesi rrëfen se në atë kamp internimi ka një kujtim të hidhur dhe traumatik, i cili la shenjë të fortë duke i treguar në një ditë të vetme anën më brutale të diktaturës. Në moshën 4 vjeçare, unë kam një kujtim shumë të hidhur këtu. Pasi unë isha duke ndëjtur tek daja me tezën e vogël, më të voglën, Sabiren, e mbaj mend që kapanoni i internimit ishte një kapanon i gjatë, shumë i gjatë, që ishte ndarë në dhoma. Dhe dhoma e parë, që ishte dhe dhoma më e vogël, ishte Osmanit. Dhomat e tjera ishin më të mëdhaja dhe ishin për familje më të mëdhaja. Në ato kohë aty erdhi u internua dhe një familje me të cilët ne kishim shumë miqësi. Pasi babai i tyre ishte mik me dajën, me Osmanin, pasi ishte antari ballit kombëtar dhe pastaj ai arriti të arratisëshe, të ikte, po familja mbeti këtu dhe tërë kohën kanë qenë të internuar. Dhe ata kishin të njëjtën histori. Kishin një vëlla të vetëm,
ishte familja Meço, ose Meço Rapa i thirrëshin ata. Vetëm një vlla, Fadilin, që u burgoz vazhdimisht dhe këto ishin 4 motra, kishin gjyshen dhe mamën e tyre dhe tërkohën këto e kanë kaluar në internim. Meqense ne ishim një familje që njiheshim shumë me njëri tjetrin, ishim shumë të afërt, po thuaj se një familje shkonim, rinim tek njëri tjetri, si duket nuk e shikonte sigurimin me sy shumë të mirë këtë marrëdhënie, se ishim si një familje bile ata kishin një dhomë të madhe dhe meqense ishin gjithë gra, ne flinim aty. Daja flinte tek dhoma vet dhe ne flinim atje tek ata. Atë ditë që Nesi e kujton me dhimbje, ishin njoftuar se do t'ju vinte për vizitë tek Osmani, njëra prej motrave të tij, dhe pasi ata do të dilnin për ta pritur, Nesi 4 vjeçare do të rrinte në kamp tek zonjat fqinje. Edhe me një telegram lajmëruan që në filan ditë do vimi, po kur vinin, ata vinin të ngarkuar me ushqime. Dhe kështu që duhet të dilnin në Fier, deri në Fier ishte stacioni i autobusit dhe pastaj duhesha bërë në këmbë rruga. Bilon e mbaj mend kur rrugën nga Fieri deri në ku dilte Daja na priste sigurisht me leje, se duhet shkonte të merrte një leje që ta lejonin të dilte nga vendi ku ishte internuar dhe deri në Fier të shkonte për të na prit ne. Mua më mbante në krah sepse ne nuk na merrin aty vetëm një kamion. Kamiona mund të kishte që lëviznin, po kamionat nuk të merrnin kur e dinin që ishte i internuar. Dhe Daja më bante gjithmonë në krah, mbaj mend, se isha e vogël, edhe ishte një rrugë goxha e gjatë për të ecur këmbë. Kështu që Tesja dhe Daja do shkonin të prisnin këta të tjerët që do vinin nga Tirana, do të shkonin në Fier. Pasi ata ishin larguar nga kampi, Nesi kujton mbërritjen me zhurmë të një kamioni para dhomave të tyre të internimit. Ajo kujton urdhrat e prerë të burrave që mbërriten me kamion, të cilët ju bërtisnin grave me të cilat Nesi po qëndronte, duke i urdhëruar të mblidhnin plaçkat me nxitim se do t'i largonin që aty. Edhe i thanë këtyre që do të mblidhni urgjentisht rrobat sepse ju do transferoheni. Po ku do ikim, do ta merrni vesh kur të shkoni. Po i thanë ata, ka mundësi të presim pak se ne kemi këtë vajzën e vogël që nuk është e jona. Dhe duhet të presim familjarët e saj që të vinë dhe pastaj ne mund të nisemi. Absolutisht jo, ta merreni me vete edhe këtë fëmijë dhe nuk duam t'ja dim, edhe e kam të gjallë në mendje se si i kanë marrë ato rrobat e tyre, i kanë hedhur në kamion kështu sikur nuk di ta shpjegoj në një mënyrë shinjerzare. Nesi rrëfen se edhe gjyshen e familjes, një zonjë moshuar dhe e verbër mbi të 80-tat, e hipën aty mbi kamionin e hapur, mbi plaçkat e hedhura në karroceri, bashkë me gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Bashkë me ta, në atë kamion, e pa veten edhe Nesi e vogël e traumatizuar, pa e ditur ku po i çonin dhe nëse do ta shihte më familjen e saj apo jo. Gjatë rrugës, kaluam në Fier, kaluam dhe Fierin, edhe filloi një shi i imët. Dhe mbaj mend që çka kishin ato batanie na mbuluan që të mos lageshin. Mund qaja gjatë tërë kohës. Ku po na çojnë? Doja njerëzit e mi. Dhe ai i sigurimit, se mbaj mend ka qenë njëri ishte i veshur ushtarak, polic, dhe tjetri ishte civil, që ai duhet ishte i sigurimit. Ai bile doli një moment, hapi atë xhamin e pjesës përpara me të kamionit dhe doli tha, mbyllani gojën asaj, tha, ati fëmijët se na të shmoni duke sharë. E unë fillova të qarë në nëzë pasaj nga frika. Kur më në fund kaluam dhe Roskovecin dhe këta i quam në Kurjan. Dhe mbaj mend rezervuari i Kurjanit, dhe vinte makina rreth e rrotull rezervuari dhe pastaj ngjiteshe në kodër ku ishin shtëpiat, ishin disa shtëpia 3-4 që kishte kryesisht të internuar aty. Dhe ishte i mbushur në maksimum me ujë dhe unë kur e pash atë rezervuar u tmerrova dhe fillova të qaj po na mbysin te Beti, se Beti ishte
domethënë motra më e madhe e familjes. Edhe unë që qaja me të madhe thoja, bobo po na mbytin. Ai që të merrova edhe e kam kështu atë moment. Si të kishte jetuar një sken filmi dramatik, Nesi kujton çdo detaj të asaj dite. Kujton edhe mbërritjen më i kodrës ku ishin shtëpit dhe një obor të mbuluar nga balta. Ishte një obor tër balt edhe si kanë hedhur ato nga kamioni ato rroba në balt, nuk pyetën fare. Vetëm kështu i shkarkuan. I hodhën në balt dhe ata pastaj duke qarë kap rrobat ku ti sistemoshin, ku ti lanin, sa po kishin vajtur. U sistemuan disi dhe unë edhe 3 ditë këta të mitë po ju luan të mendja se s'dinin se ku ishin. Dhe më mendoj të rrugës nuk u thanë se ku do t'i çonin, vetëm në momentin kur i kanë çuar dhe morën vesh që këtu do qëndrojnë. Aty në atë vend të panjohur, Nesi do të qëndronte 3 ditë. Askush nga të afërmit e saj nuk e dinte se ku ishte vogëlushja, derisa një moment, një nga vajzat e fqinjve që e kishin marrë me vete, arriti të njoftoi dajën e saj Osmanin në fermën Çlirim. Pastaj më e madhja nga vajzat e asaj familje ka zbritur në Roskovec edhe i ka lajmëruar këta të mitë që jemi në filan vend dhe hajde merreni Nesin. Se unë kam emrin në srete, po Nesi më trasin shkurt. Edhe ka ardhur pasaj tezja më ka marrë, edhe kujtoj ato momentin kur erdhi duke qarë qaj ato i qaj tezja. Se ju a dinin vuajtit njëri tjetrit. Ky ka qenë një moment që nuk e harroj kurrë. Kjo ngjarje një kohë të largët, kur Nesi ishte vetëm 4 vjeç, shenjoi edhe marrëdhënien e saj me dajën Osman Kazazi, thelbin e përsekutimit të cilit do ta zbulonte vit pas viti, episod pas episodi. Osman Kazazi, i lindur në Tiranë më 9 korrik 1917, ishte djali i vetëm i Abdullah Kazazit dhe Hatixhe Hutës. Vëllai i vetëm i 5 motrave, Osmani u rrit në një familje qytetare tiranase. Pasi mbaroi shkollën fillore në Tiranë, Osmani vazhdoi studimet në gjimnazin e Shkodrës dhe në shtator 1939 regjistrohet në Universitetin La Sapienza në Rom, dega farmaci ku studioi për 3 vite. Në Rom, midis të internuarve dhe studentëve shqiptar antifashist, fillon aktivitetin e tij politik për lirinë e kombit të tij dhe për vendosjen e demokracisë. Në verën e vitit 1942, Osman Kazazi kthehet për pushimet verore dhe vendos të ndërpresë studimet e tij dhe t'i bashkohet rezistencës anti-italiane në Shqipëri, duke marrë pjesë aktivisht në radhët e ballit kombëtar, sidomos në shtypin e kësaj organizate dhe në organizimin e rezistencës antifashiste në qytet. Me mbarimin e luftës dhe ardhjen në pushtet të komunistëve, nis kalvari i vuajtjeve të tij në diktaturë, pasi ende pa mbaruar mirë lufta, më 14 nëntor 1944, komunistët e arrestojnë si aktivist të ballit kombëtar dhe e dënojnë me 15 vjet burg. Në burgun e parë, Daja është arrestuar me 14 nëntor të 44-s, kur ishte vetëm gjysma e Tiranës e marrë nga komunistët asaj kohe. Pra pa u marrë tërë Tirana, është arrestuar Daja. Në kohën kur lindi mbesa e tij Nesi, Osmani ishte ende duke vuajtur burgimin e tij të parë. Vetëm gjatë viteve të internimit dhe pak kohë para burgimit të tij të dytë, ai do të mund të përjetonte vitet fëminore të mbesës së tij. Pak kohë më mbrapa e transferuan dhe Dajën në çuan në Shtyllas. Atje kishte një dhomë të vogël, por kishte edhe një depo ku gatuanin, gjyshja pjesë më të madhe të kohës e kalonte aty. Tezët pasaj se tezët herë me punë, herë i nxirrin nga puna, herë i fusin në punë, pasaj nga Daja prap i nxirrnin. Dhe aty ka jetuar deri në 64. Domethënë, si të thuash, ndër 40 vitet që bëri burg, ishin vitet më të lumtura të gjyshës, se kisha mundësinë të rrinte me djalin. E donin aq shumë njëri tjetrin, Daja ka qenë natyrë dhe edhe natyrë shumë i dashur. Domethënë bënte shumë dhe pas motrave, edhe pas nënës, domethënë nuk ndodhte që në mëngjes të niseshe por në punë pa i përqafut gjithë me radhë, duke na përfshi dhe ne fëmijët. Ishte
e kishte kështu rutinë këtë gjë. Edhe nona sigurisht që as bëheshe fjalë që do ta përqafonte, bile më shumë se sa gocat. Me gocat ishte më e rrep, si thuash, në sensin që më e ftohtë, më e rrep, se i dukeshe sikur tani ato ishin që do ta mbanin barrën e shtëpisë edhe kur Osmani ishte jashtë, se Osmani kishte shumë gjëra për të shijuar. Pas vitit 1964, siç shpjegon Nesi, Osmani u lirua nga internimi dhe kaloi 2 vite në Tiranë. Ato 2 vite janë të mbushura me kujdes ekstrem, por edhe lumturi të vogla familjare. Mbaj mend që Daja edhe ato 2 vite që kanë ndetur jashtë, pothuajse s'dilte fare, sepse i gjurmonin gjithmonë edhe ishte ajo frika edhe këtyre të familjes që më mirë të mos dilë se mundet të shpëtonte fjalë, sepse edhe nuk e përmbante veten kur shikonte gjëra që nuk i pëlqenin. Nuk mundesh ta mbante pa e folur. Edhe ishte gjithmonë kjo frika dhe pothuajse nuk dilte fare, mbaj mend vetëm tek tezet që ishin të martuara, te ndonjë fare fis aty përballë, që ishin te kazas përballë. Domethënë në një rreth shumë të ngushtë, edhe në kinema kur shkonim në kinema, mbaj mend se ne kemi pas shtëpinë te kinema Shatin Mëndori. Edhe shkonim komplet familje që e merrnim dhe Dajën domethënë me veti, që shkonim të tërë, jo s'bëshe fjalë shkonte Daja me një shok ose me një, e kishte shumë të ngushtë, pra, edhe tek shokut kur shkonte edhe kishte frikë në fakt se thoshte jo për veten. Mendonte se mund t'i bënte dëm të tjerëve ku do shkonte. Këto kanë qenë 2 vitet e Dajës, por jashtë shtëpisë domethënë, por gjithmonë i lumtur që ishte me familjen. Pastaj erdhi prap 66 që ju rikthye përsëri asaj jete plot peripecira e vuajtje. Ishte një ditë që e kishim perceptuar me frikë kush e di sa herë në ato 2 vite lirie të rrenjshme, duke e ndjekur hap pas hapi, i përgjuar 24 orë pa ndërprerje. Osman Kazazi arrestohet për së dyti në fund të tetorit 1966. Kjo flet e akt akuzës së tij shpjegon gjithçka. Regjimi ishte betuar ta mbante përgjithmonë në burg këtë legjend të qendresës. Edhe pse ai dhe familja ishin ruajtur në ekstrem, regjimi do ta gjente mënyrën dhe do ta akuzonte se ai kishte mendime dhe ide kundër regjimit komunist. Më datën 31 tetor 1966, organet e punëve të brendshme arrestuan për veprimtari armiqësore kundër pushtetit popullor të pandehurin Osman Kazazi, banues në qytetin e Tiranës. Nga hetimet e zhvilluara, rezultoi se i pandehuri Osman Kazazi ka qenë i dënuar me 15 vjet heqje lirie për veprimtari armiqësore si eksponent i organizatës tradhtare të ballit kombëtar. Pas lirimit nga burgu për rrezikshmëri shoqërore, është internuar për 5 vjet kohë në rrethin e Fierit. I pandehuri Osman Kazazi si element armik i vendosur kundër pushtetit, fill pas lirimit nga burgu, si gjatë kohës së internimit, edhe në vazhdim, deri në ditën e arrestimit të tij, ka zhvilluar biseda armiqësore me persona të ndryshme kundër pushtetit popullor. Biseda të cilat kanë synuar në minimin dhe dobësimin e pushtetit popullor. Pas këtij arrestimi, Osman Kazazi nuk do të përjetonte më lirinë deri në grahmat e fundit të diktaturës. Nesi thot se pas burgimit të tij të dytë, familja e tronditur do të riniste shtektimin e dhimbshëm në përburgjet ku diktatura do ta izolonte Osman Kazazin. Në ato shtektime dhimbje, me trasta në krah, e ëma Osmanit Hatixha shoqërohej gjithmonë nga njëra prej vajzave, por me kalimin e viteve, ajo që kishte më shumë mundësi për ta shoqëruar do të ishte nëna e saj. Nesi kujton se në ato vizita shpesh do të shkonte edhe ajo për të takuar dajen e saj në burg, derisa një ditë ja ndaluan rreptësisht. Kur kam qenë në klasë 7, ka qenë hera e fundit që unë kam shkuar të takoj Dajën në burg, sepse këta të kryesisë frontit e thirrën tezën e vogël dhe i thanë që po je duke unë një shumë keq fëmijë duke i çuar të takoj një armik klase, një armik të popullit. Dhe po i frymëzoni gabimisht. Duhet
duhet ta kuptojnë fëmijët që ai njeri nuk duhet takuar. Dhe për të na mbrojtur neve, në fakt e konsultuan këtë gjë në një takim me Dajën, ja thanë kështu si normale, nuk mund të flitesh e hapur, edhe në letra shkruheshe me nënkuptime dhe bisedat në bukë bëheshin me shumë nënkuptime. Dhe do më thënë ai që kategorik absolutisht jo tha duhet t'i mbrojmë fëmijët. Dhe që nga ai moment unë nuk kam mundur të shkoj ta takoj Dajën dhe për herë të parë mbas shumë vitesh ka qenë shumë e dhimbshme. Ne jemi takuar kur Daja doli nga burgu në 86-ën. Dhe bile unë ato dite jam kthyer dhe vonë në shtëpi sepse kam punuar në sallë operacioni si një infermiere sallë operacioni në sanatorium. Dhe patëm një urgjencë fatkeqësisht dhe unë jam kthyer vonë. Kur kam hyrë në derë, Daja tha nesi, do më thënë me një dyshim, është apo s'është. Ai takim pas shumë viteve ndarje është po ashtu i pashlyeshëm në kujtimet e Nesit. Daja që ajo kujtonte nuk ekzistonte më. Vuajtjet e burgut dhe vitet kishin lënë shenja të forta tek ai. Ishte afro 70 vjeç dhe me një pamje të rënuar shumë larg asaj që Nesi mbante mend. Kam mbetur kështu ku e kam parë, Daja ka qenë me flok kaçurela, unë e mbaja me flok kaçurela dhe ishte totalisht i qetur. Kur kishte dalë nga burgu, i thinjur totalisht. Dhe jemi përqafuar, sigurisht, ishte shumë malë ngjyese, qaj unë qaj ai, shtëpia ishte mbushur plot me njerëz. Atë natë të dy Daja e Mbes do të zbulonin se veç mallit, fati dhe rrethanat e largësisë mes tyre ju kishin ngritur edhe një kurth. Pak kohë mbasi u takua me njëri tjetër, ka nxjerrë një fotografi të një reviste, një kopertinë reviste nga xhepi. Dhe tha kam vite tha që e ruaj këtë. Dhe mendoj se je ti. Ishte një kopertinë e revistës Shkenca dhe Jeta që dilte atëherë. Aty ishte një nxënëse në laboratorin e kimisë të shkollës Sami Frashi, dhe unë kam mbaruar gjimnazin tek Sami Frashi, me flokë të zeza, kaçurela e kapur nga mbrapa të lidhura bisht, identik siç i mbaja unë. Dhe ky mendonte se isha unë atë foto. Pasi unë kam mbaruar gjimnazin me mesatare 10, por shkolla nuk bëshe fjalë, nuk më dha asnjëherë. Bile më caktuan të marrë se merreshe po të mbaroje me 10, merreshe një medalje atëherë dhe kishte të drejtë të zgjidhje degën që doje dhe në momentet e fundit ma hoqën këtë të drejtë dhe ja dham dikujt tjetër sepse u mor vesh që kisha këto probleme. Dhe Daja tani mendonte se më kishin nxjerrë mua në atë revistë, po s'bëshe fjalë, në pozitat që isha unë, s'më nxirrte kush aty dhe kishe vite që e ruante me mendjen që isha unë. Nuk ja kam thënë atë moment, se nuk doja ta zhgënjeja. Të nesër ja kam thënë ti e ke ruajtur dhe mirë ke bërë që e ke ruajtur, po s'jam unë aty. Nuk jam unë aty se dhe mua nuk kush më nxirrte në kopertinat e revistave të asaj kohe. Dhe nuk dita përshkruaj atë moment se çfarë mori fytyra e tij, mendoje çfarë një zhgënjim, një dhëmbje se kishe vite që ruante, me mendjen se isha unë edhe i doli që kishe ruajtur dikë tjetër. Ndoshta edhe ka përqafuar çdo ditë para se të zhonat pas të flintej si. Po si isha unë, edhe kjo është një pjesë e diçkaje që tregon se si njerëzit në ato kohë ndaheshin me njëri tjetrin.